Sot në pjesën e parë të këtij emisioni do të flasim për një temë që në fakt është një nga shtyllat kryesore të shoqërisë, që është familja, pikërisht sepse sot është dita ndërkombëtare e familjes. Do të flasim për këtë temë duke u fokusuar në atë se si ka ndryshuar ose si shihet sot familja, sepse sigurisht edhe familja ka pësuar ose ka pasur disa pasoja, le të themi, apo ndryshime, duke qenë se jetojmë në një botë ku ndryshimet janë me ritme shumë të shpejta, por ka ndryshuar edhe mënyra e asaj si e perceptojmë ne familjen, le të themi ka ndryshuar ajo familja tradicionale e më pas familja moderne, si e shohim edhe ne shqiptarët, në fakt si është familja shqiptare apo si është transformuar edhe familja shqiptare. Pikërisht për këtë temë do të flasim. Këtë temë do ta flas me një eksperte në fakt të fushës, e cila është sociologe, Mirlinda Veseli, të cilën e kam të ftuar këtu në studio. Përshëndetje Mirlinda, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit ftesë në studio, që erdhe nga Tetova pikërisht këtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jam. Shumë faleminderit. Të flasim për familjen, sot dita ndërkombëtare e familjes. Ta fillojmë me atë se çfarë është kjo ditë, pse është kaq e rëndësishme që të shënohet pikërisht si ditë. Dua të bëj një rezumi ose një parahyrje se si erdhi deri tek një ditë ndërkombëtare për familjen dhe pse, dhe pikërisht kjo nismën e kanë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e cila shumë vite më përpara, diku nga vitet 1980, vetë se kishin filluar që të merren me këto problematikat dhe rëndësinë e familjes dhe rolin e saj, dhe deri tek erdhi tek data 15 maj e vitit 1993, ku Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të shpallte 15 majin si dita ndërkombëtare e familjes, ku roli ose qëllimi kryesor i kësaj dite ishte pikërisht vënia në pa e familjes, roli dhe rëndësia e saj, pastaj vlerat e familjes, gjithashtu dhe të nxitjat barazin temi në mes burrit dhe gruas brenda familjes, në një farë forme të ruhet mirëqenia e familjes dhe rëndësia e saj për shoqërinë, për arsye se dim se familja është njësia bazë e shoqërisë, dhe nëse dëshirojmë që të kemi një shoqëri të shëndosh, duhet të kemi së pari një familje të shëndosh. Shumë e vërtet, prandaj edhe unë në fillim e potencova që është një nga shtyllat kryesore në fakt të shoqërisë. Ne do të flasim pak edhe për mënyrën se si është transformuar, le të themi, familja, apo si perceptohet sot familja, sepse besoj ka ndryshuar, gjithmonë flasim për atë familje tradicionale, familje moderne, por çfarë do të thonë në fakt këto terme? Çfarë do të thonë familja? Edhe ne tek lëndë që kemi një lëndë apo stafate sociologjia e familjes që kushtojmë, në universitet, dhe flasim për ato format dhe ndryshimet që ka ndodhur në familje. Në qoftë se nisim nga ato format e hershme, nga egërsira, barbaria, kemi pas familje të cilat kanë qenë ndryshe të njohura si familja punaluale ose familjet të ndryshme ku nuk kemi pasur raporte të normuara dhe të rregulluara brenda familjes, dal nga dal normalisht me zhvillimin e shoqërisë, me emancipimin e saj, vjen deri tek paraqitja e formave të reja të familjes, ku kemi së pari familjen tradicionale, e cila konsiderohet si një familje e zgjeruar ndryshe, ku jetojnë brenda 2-3 gjenerata, gjyshi, një prit, stërnipit e kështu me radhë, po me zhvillimin dhe prap me evolimin e shoqërisë, edhe kjo familje si kur dal nga dal po shkon drejt haresës, do thoja unë. Sot kemi familje të reja, të cilat janë ndryshe quhen si nukleus ose familje bërtham, ku roli dhe rëndësia bie mbi prindërit, dhe është familje e cila krijohet nga prindërit dhe fëmijët, dhe raportet brenda kësaj familje janë të barabarta, për dallim nga familja patriarkale, ku edhe rolet brenda kësaj familje ka qenë ndryshe, ku e dim se familja tradicionale ndryshe njihet edhe si familje patriarkale, ku rolin kryesor e ka pas mashkulli ose themi burri i familjes. Ndërkaq në familjen bashkore tani nuk mund të flasim, edhe pse unë shpeshherë them se neve akoma vazhdojmë të jemi familje patriarkale, po megjithatë
kemi disa ndryshime në këto rolet brenda familjes. Pra ka ndryshime, le të themi, në strukturën, në mënyrën edhe në rolet gjinore? Po, në strukturën ka shumë ndryshim, sepse, për shembull, unë jam rrit në familje të zgjeruar, për dallim, me thënë, gjeneratat e tanishme, shumë pak familje ka, kur i pyet studentët, shumë pak, me thënë, jetojnë në familje të zgjeruar, jetojnë në familje e cila është bërtham nga të dy prindrit, edhe sikur jetesën në një familje të zgjeruar edhe nuk e shohin shumë, temi, nuk e din se si është. Në qoftë se bëjmë krahasime cila është më e mirë, të dyja ti kanë ato të mirat e veta dhe të dyja ti kanë ato mangësitë e veta. Sigurisht, shpesh e dëgjojmë në fakt edhe themi këtë që mbase një familje e shëndosh, do të jetë vetëm ajo familja bërtham, që është familja më e ngushtë, por që faktikisht ka pasur edhe këto në familje të zgjeruara, si ti ashtu edhe unë gjeneratat më herët kemi jetuar në familje të zgjeruara dhe në fakt kanë qenë familje të shëndosha. Po, shumë e shëndosh, për shembull të rritesh me gjyshit dhe gjyshet edhe nuk është as pak diçka negative. Mendoj se ka qenë e mirë edhe ajo, është e mirë edhe kjo. Si që thash, ka përparësitë edhe ajo, ka përparësitë edhe kjo, kështu që asnjëherë nuk është diçka gjithmonë perfekte. Themi se ajo nuk ka bë dhe kjo bën. Shumë e vërtet, po pastaj edhe dinamikat e jetës, pastaj e bëjnë ato ndryshimet që vinë, pastaj edhe dinamikat e jetës, sepse më herët ka qenë ndryshe, gjyshja nuk ka punuar, nëna nuk ka punuar, kanë mundur të kujdesen më shumë për fëmijët, kurse tash është pak më problem, kanë ndryshuar rolet. Rolet brenda familjes kryesisht kanë ndryshuar. Për shembull, unë thash në familjen patriarkale, bara kryesore ka rënë mbi burin e familjes ose babain, ndërkaq sot rolet gjynore kanë ndryshuar totalisht. Tani të dy prindit vendosin për fëmijët e tyre, për shembull në të kaluarën nëse ka vendos vetëm për babai për çështjet e shtëpisë. Tani s'kemi më, tani marrim mendimin edhe të fëmijëve, familjet e reja. Shumë e vërtet, në fakt ka ndryshuar edhe kjo pjesë. Mirlin, tani do të vazhdojmë diskutimin, por do të kemi një shkëputje të shkurtër tani publicitare, më pas rikthehemi në studio. Jemi rikthyer sërish në studio dhe do të vazhdojmë bisedën me sociologen Mirlinda Vejseli, me të cilën flasim për familjen, një nga shtyllat më kryesore të shoqërisë, por do të flasim pak edhe për rolin apo rëndësinë në fakt që ka familja, gjithashtu edhe sfidat sfidat në fakt që përballen edhe familjet në ditët e sotme, duke qenë se ka pasur, siç e përmendëm edhe më herët, ka pasur edhe ndryshime në strukturën e familjeve. Mirlinda, unë të pyes pak cili është edhe roli i familjes edhe në formimin e identitetit të një individi, sepse sigurisht luaj një rol të rëndësishëm edhe familja për të krijuar një identitet. Sigurisht, me thënë, ndër faktorët e parë socializues me të cilën ballafaqohet fëmia, me thënë, me ardhjen në jetë është familja. Dhe sigurisht, me thënë se në familja ai edukohet, i merr ato hapat e para, me thënë, i merr ato vlerat brenda familjes, të cilat i sheh në familje. Normal se për krijimin e identitetit dhe personalitetit fëmijës ose edhe të një personi nuk është vetëm familja, janë edhe faktorët e tjerë, si që është shkolla, si që janë grup moshat e kështu me radhë, por familja është baza, do thoja, është e para ku fëmia ballafaqohet me ardhen e tij në jetë dhe i merr ato hapat e para dhe të krijimit të një identiteti, domethënë vetjak. Mësimet e para, le të themi, për jetën i marrin pikërisht nga familja dhe shpesh thonë është kjo thënia që ne e përmendim, një fëmijë është pasqyra e një familje, dhe mbase lidhet kjo? Pikërisht është pasqyra e një familje, por nuk do të thoja se është 100% pasqyra e një familje, sepse ka shumë faktorë të cilët ndikojnë tek pasqyra e atij fëmije. Ndonjëherë, për shembull, ka raste se tani mund të dalim pak prej teme, ka raste ku të gjitha familjet janë shumë të mira, por ka raste të cilët fëmijët devijojnë nga rruga dhe nuk mund të themi se nuk bën familja. Megjithatë janë faktorë të shumtë, është një faktor shumë rëndësishëm shoqëria dhe rrethi shoqëror me të cilën ai fëmijë socializohet edhe rritet edhe edukohet në vazhdimsi. Se besoj se të gjitha familjet japin më të mirën nga vetja e tyre, që ata fëmijët, me thënë, të krijojnë një identitet ose një personalitet sa më të mirë të mundshëm. Shumë e vërtet, sepse familja në fakt në fund të fundit është ajo që ja do më të mirën edhe fëmijës edhe të gjithëve. Familjarët janë ato të cilat gjithmonë qëndrojnë prapa pas çdo gjëje, çfarë do qoftë ajo mirë apo keq, ne gjithmonë kemi familjen bas, prandaj është gjëja më e rëndësishme në fakt edhe që kemi. Dhe prandaj edhe shënohet kjo ditë dhe duhet të flitet. Do të pyesja pak edhe cilat janë sfidat me të cilat përballen familjet në ditët e sotme, familjet shqiptare, le të themi. Ka shumë sfida me të cilën, jo vetëm familja shqiptare, por besoj të gjitha familjet në mbar botën që janë, besoj se kanë probleme dhe sfida me të cilën sot ballafaqohen.
Njëra ndër të parat besoj se është ai presioni ekonomik, të cilën çdo familje e ndjen sot si një sfidë, dhe si pasojë e këtij presioni ekonomik vjen ajo sfida tjetër, mungesa e kohës cilësore me të cilën neve ndajmë me familjen, që është shumë e rëndësishme. E shifni edhe vetë jeta është shumë dinamike edhe na ngelën shumë pak kohë për familjen. Dhe si pasojë e kësaj, domethënë pastaj vijnë ato mosmarrveshjet, vijnë ato gjërat, domethënë brenda çiftit, por edhe brenda familjes. Shpeshherë fëmijët në mungesë të kësaj kohës cilësore që prindrit nuk e kanë, ndihen domethënë të vetmuar, ndihen edhe të izoluar, dhe kjo është domethënë ajo që janë do sfidat të cilat të rit ose fëmijët sot i përballojnë, nuk arrin dot i përballojnë, por përplasen me këto lloj sfidash. Janë sfida të cilat i kanë të pranishme. Duke qenë se përmendë sigurisht pjesën ekonomike, çfarë roli luan edhe pjesa ekonomike, domethënë mbase sfidat ekonomike edhe në stabilitetin dhe funksionimin e një familje? Mund të jetë gjithmonë pengesë kjo? Po shif, tani unë them se faktori ekonomik luan një rol shumë të rëndësishëm në mirëqenjen e familjes, por jo çdo herë faktori ekonomik themi është i rëndësishëm, nuk e vën në dyshim atë. Mirë, po ndonjëherë ndodh që edhe faktori ekonomik në familje është okay, është stabil, megjithatë prindrit nuk kanë shumë kohë, dhe kjo është ajo koha cilësore për të cilën unë flas, nuk kanë shumë kohë që të ndajnë me fëmijët e tyre. Për shembull, janë në orare shumë të gjata të punës dhe kur vinë në shtëpi fëmijët janë në gjumë, ose për shembull janë shumë të lodhur edhe nuk kanë mundësi që të merren me to. Këto janë disa probleme me të cilat përballet sot njeriu i kohës moderne, të thoja unë. Dhe kjo çështja e kohës mendoj se është shumë e rëndësishme për të gjithë ne. Pra koha është si gjithmonë në çdo aspekt, në fakt koha është ajo që është më e rëndësishme, ndërsa pjesët tjera sigurisht sepse kohën ne nuk mundemi ta kthejmë dhe edhe nuk mund ta blejmë me para kohën. Ka shumë anekdota të cilat qarkullojnë edhe në rrjetet sociale kur për shembull një fëmijë pyet babain e tij se sa të paguan shefit që ti rije, thotë për çdo orë më paguan 10 euro. Ai thotë më jep 10 euro, më jep edhe 20 euro, çdo ditë i kërkon nga 20 euro. Ai thotë a mund sot unë të ta paguaj kohën që ti të rish me mua. Kjo është një mesazh që përcillet nga ana e fëmijëve. Që domethënë fëmia e ka nevojën që ta ketë prindin prezent dhe jo parat që mbase prindi do t'ia sjellë. Është shumë normale. Sigurisht. Çfarë mendon për këtë pjesën, sepse tash në familjet moderne shohim që fëmijët sigurisht detyrohen dhe kjo nuk është mbase gjë e keqe, por që shumë shpejt edhe shumë të vegjël fëmijët i lënë edhe në çerdhe, edhe pikërisht për atë që flasim në fakt edhe për kohën. Kjo është ajo mungesa e politikave, mendoj, sociale të vetë shtetit. Shteti duhet të ofrojë ndihmë, domethënë për familjet e reja, ose se neve kemi harum ta potencojmë në fillim që kemi familje edhe me një prindër tani, domethënë, që janë edhe të dovorcuar. Kështu që në rast se për shembull orari i punës fillon nga ora 7 deri ora 4, prap kemi qendra ku mund t'i dërgojmë fëmijët, por në qoftë se prindri është mbasdite, ku do të qëndrojë fëmijë, kush do të përkujdeset për atë fëmijë. Prandaj mendoj që shteti duhet të ndihmojë në këtë rast, të kemi edhe qendra ku t'i dërgojmë ato fëmijët, ose për shembull t'i marrim shembull shtetet e Evropës perëndimore ku u japin shumë hapësirë temi qëndrimit të nënave në shtëpi me fëmijët, veç asaj domethënë ato edhe paguhen për atë punë, domethënë që përkujdesen ndaj familjes, sepse në qoftë se dëshirojmë të kemi një shoqëri të shëndosh, siç e thash në fillim, duhet kemi një familje të shëndosh. Në qoftë se jemi pro familjes, duhet të bëjmë politika tasiforme që ta ruajmë këtë gjë e cila është shumë e shtrenjtë, mendoj unë. Po, sigurisht sepse siç e thej, ajo do të ndikojë pastaj edhe në shoqërinë, kështu që nëse është edhe shoqëria e shëndosh, është edhe shteti i shëndosh dhe pastaj krejt. Pikërisht, Aristoteli, filozofi lashtë grek, thotë se nëse dëshirojmë që ta kemi një shoqëri të shëndosh, do ta kemi një familje të shëndosh. Kjo është ajo loza që pason njëra pas tjetrës, edhe është shumë normale. Po, sigurisht duke qenë se e përmendët që shteti sigurisht duhet t'i bëj këto politika, sepse në vendet e jashtme ekzistojnë këto politika ku nënat zakonisht janë ato të cilat janë më të liruara nga puna, nëse kanë punuar 8 orë, pas lindjes së një fëmije punojnë 4 orë, me qëllim që të kalojnë më shumë kohë me fëmijën. Mendon që duhet bëhet më shumë në këtë drejtim edhe në vendin tonë, sepse shohim që shpesh edhe i largojnë krejt nga puna në fakt. Ndodh shpesh
e ke fëmijën, okej, lëre punën dhe... Po gjithmonë është kjo pjesa që duhet të ketë orare fleksibile, atë të cilën edhe përmenda, në qoftë se për shembull punon 8 orë, të ketë një orar i cili është i shkurtuar për një rinprind të paktën që të jetë 4 orë ose të jetë 5 orë, edhe të ketë atë pjesën e përkushtimit tjetër, me thënë në familje, i cili është tepër i rëndësishëm edhe ai. Dhe jo për shembull një prind i cili është 8 orë, 9 orë në punë edhe pastaj është edhe i lodhur, normalisht ai nuk mund t'i kushtohet 100% edhe familjes, ndodh ose fëmijës. Shumë vërtet. Duke qenë se më herët, se tashmë migrimi sigurisht që është një temë diskutimi, domethënë ne kemi shumë të pranishëm, sidomos kohëve të fundit, por që tashmë ka ndryshuar mënyra se si migrojnë të rinë. Tashmë të rinë migrojnë me gjithë familjen, por më herët kanë migruar, për shembull ka migruar vetëm burri dhe ka lënë familjen këtu. Si ka ndikuar kjo pjesë e migrimit edhe në lidhjen që kanë pas familjarët ose edhe në edukimin e fëmijëve, sepse gjithmonë ka qenë mungesa e njerit prej prindërve, edhe pse sigurisht ai prind ka shkuar për t'ia lehtësuar jetën këtu ato ku kanë jetuar, por që ka qenë një mungesë për fëmijët. Ka qenë një sakrifisë e dyanshme, mendoj se nuk ka qenë një sakrifisë vetëm nga ana e atyre njerëzve, nënës me familjen që kanë ndajtur në shtëpi, por ka qenë edhe një sakrifisë nga ana e babait, i cili ka qëndruar vetëm, megjithatë mungesa fizike e njërit prind në shtëpi, unë mendoj se ndikon negativisht në zhvillimin edhe emocional të fëmijës, sepse ajo mungesë vazhdimisht, domethënë tek fëmijët ngjallat ndjenjën e frikës, sepse kur është me njërin prind mund të vijë deri tek izolimi ose neve shohim në përmbledhje prindore tani shkojnë të dy prindërit të bashkë ose në përshfaqje të ndryshme të dy prindërit bashkë, edhe në momentin që mungon njëri prindër, ai e ndjen mungesën dhe është shumë normale. Dhe prandaj mendoj se ndikon negativisht në zhvillimin edhe fizik, por edhe psiqik të vetë fëmijës. Por që kanë qenë sakrifica në fakt që është dashur t'i bëjnë, megjithatë pikërisht, po. Po mendoj se tash ka ndryshuar dhe është shumë e mirë kjo pjesa e migrimit të është si familje, së bashku dhe e din dhe rolin dhe rëndësinë e familjes të cilën ato kanë vendosur që ta krijojnë. Pikërisht prandaj ka ndryshuar edhe struktura e familjes si pasojë edhe e kësaj. Duke qenë se jetojmë në një botë ku teknologjia është më prezente, ne pothuajse më shumë rrim me telefon se rrim me familjarët tonë. Si ka ndikuar kjo edhe për të ruajtur lidhjet, edhe për mënyrën se si komunikojmë me njëri tjetrin, sepse shpesh u ndodhem në shtëpi dhe shoh mamin që më dërgon në WhatsApp ndonjë video kështu, duke qenë aty afër dhe ndonjëherë e harrojmë atë momentin që ne duhet jemi bashkë fizikisht dhe jo nëpërmjet telefonit. Po zhvillimi i teknikës dhe teknologjisë nuk është i pamundshëm që ne ta ndalojmë. Ajo si ndikon, i ka të mirat, i ka të këqijat. E mira është domethënë që neve atë distancën e largët, me njerëzit e largët na ka ofruar shumë. Çdo ditë për shembull me motrën time flas me orë të tëra në telefon. Por që për shembull me njerëzit e afërt na ka larguar dhe përderisa jemi në një ambient, neve vazhdimisht për shembull marrim telefonat ashtu siç e the edhe ti, nuk bisedojmë me njëri tjetrin, për shembull për dallim nga e kaluara, unë mbaj mend paktën në familjen ku unë jam rritur, neve kemi diskutuar bashkërisht, domethënë jemi ulë edhe për problemet, edhe për gjërat të cilat na kanë munduar, gjë që se shoh, më pak e shoh tek gjeneratat e reja, ose për shembull kemi edhe raste të tilla kur mblidhen ambient, për shembull familjar, dhe nënat si zakonisht e kanë atë për të qëndru pak më qetë për veten e tyre, domethënë ua zgjasin celularët fëmijëve të tyre dhe që është një diçka shumë negative për mendimin tim. Prej shumë të vegjël tash fëmijët din ta përdorin telefonin më mirë ndoshta edhe se ne të rriturit. Shif, ato janë gjenerata që lindin me teknologji dhe është shumë normale se ato të dinë shumë më shumë se në rreth teknologjisë. Megjithatë, duhet i mësojmë që mundemi pa teknologji, po të paktën 1 orë në ditë ose 2 orë në ditë mundemi edhe pa teknologjinë dhe ambienti familjar edhe ato momentet familjare janë shumë të mira dhe shumë të këndshme, të cilat nuk përsëriten më. Në qoftë se ne dëshirojmë ta kthejmë për shembull kohën edhe të bëhemi sërish të vegjël, ne nuk mundemi. Prandaj është kjo që në ato moment ta shfrytëzojmë momentin edhe kohën kur ne jemi. Të jemi prezent aty dhe jo në botën virtuale. Me telefon, shumë e vërtet. Duke qenë se shpesh flitet edhe kjo pjesa që tash familjet moderne ose le të themi njerëzit modern të rinj tashmë shohin shumë
dhe më thonë, ambicjet e tyre, duan sigurisht të arrin në një profesion të ndryshëm, dhe shpesh e shohin këtë pjesën që anashkollohet familja në base. Diskutohet dhe më thonë që unë e kam ambicjen time, dua të arri edhe sikur nëse e anashkalloj familjen. Si mund të ruhet si mund të bëhet një balans mes jetës profesionale, le të themi, dhe jetës që në familja. Mund të shkojnë të dyja, mund të shkojnë edhe ambicia që ka një njeri për jetën, por edhe familja në të njëjtën kohë. Prap do kthehemi të ato politikat ose ajo mbështetja temi nga ana e ligjeve shtetërore që të ruhet kjo balans që edhe krijimi i familjes edhe karriera të dyja bashkë, mendoj se mund të bëhen, nuk është një diçka që nuk mund të bëhen. E kanë bërë njerëz përpara nesh dhe neve mund të arrijmë, por që duhet kohë, duhet përkushtim për atë, duhet ajo mbështetja edhe financiare shumë normale, në që të arrihet ajo pjesa e karrierës që ti don, por normalisht duhet prap ajo mbështetja familjare, që neve mendoj se është shumë e rëndësishme, që në qoftë se dëshiron të arrish një profesion edhe të kesh paralelisht edhe familjen, mendoj se brenda familjes ato rolet edhe punët të ndahen baras. Nuk mund për shembull një gruaja e cila dëshiron që të bëj karrierë, të merret me karrierën e saj dhe të vinë në mbrëmje ose mbas dite të vinë në shtëpi edhe merret gjithë kohës me punët e shtëpisë e vetme, po duhet një ndihmes në këtë aspekt. Sepse nuk mundet vetëm një person t'i bëjë të gjitha edhe një tjetër domethënë të rinë. Këtë formë domethënë duhet jetë ndryshimi. Dhe mund të arrihet balanca. Po, sigurisht, sepse janë gjithmonë gratë ato të cilat bëjnë punën edhe karrierën e tyre, por edhe punën në shtëpi që nuk ja quajnë, sepse nuk quhet si punë, por që është punë, edhe pse nuk paguhet, është një punë shumë e madhe të... Po prandaj unë them se neve nuk kemi arrit akoma që të dalim nga ajo familja tradicionale kur e këput, dhe flasim për një familje moderne ose flasim për një familje postmoderne ku jemi të gjithë të barabartë, po jo, se akoma përgjithësia, domethënë, bie prapë mbi gruan kur jemi në punët e shtëpisë. Domethënë, neve akoma bëjmë ndarjen e punëve. Kjo punë nuk është për burin, kjo punë nuk është për gruan, e kështu me radhë. Përderisa i kemi këto paragjykime ose këto role brenda familjes, akoma nuk kemi kaluar në fazën e modernitetit. Pavarësisht se ende mbetemi familje tradicionale. Në fakt këtë desha të pyes, sa kemi ndryshuar, sa është transformuar familja shqiptare? Në aspektin fizik, në qoftë se shohim nga jashtë familjen, kemi familje nukleus, për thamë, që përdohet prej prindërve dhe fëmijëve, por në aspektin e roleve, të cilët ndahen brenda familjes, mendoj se akoma jemi tek familja tradicionale. Akoma kemi fjala e burit është akoma fjala e burit është më tepër ligj se sa e gruas. Do të dikush mund të më paragjykoj kur të dëgjoj kështu se flas, por kjo është një realitet. Kjo është realitet. Ende nuk dim ti ndajmë ato punët e shtëpisë që mundet edhe burri të kapet të pastroj shtëpinë, edhe të ruaj fëmijët. Po, pikërisht, po e shohin si ndoshta jo ofenduese, por e shohin si punë të gruas, si e ka bërë gruaja gjithmonë edhe kjo. Ose nëse ndalemi pak dhe të shohim tek ajo pushimi i lindjes, që gjithmonë duhet gruaja, me thënë, të lej punën. Dhe asnjëherë nuk kam dëgjuar deri më sot që buri, flasim për familjen shqiptare, që buri do me thënë ta lej punën, shkakut me thënë se gruaja të shkojnë punë, buri të bëhet për kujdesës. Nuk mundet, nuk ndodh ajo. Shumë e vërtet kjo, por ka disa vende në Evropë që në fakt kanë edhe ligj që japin edhe pushim të lindjes edhe babait, edhe burrit. Nëse bëhet baba, je pushimin e lindjes, por që diskutoheshte edhe këtu, nuk e di, s'kam informacion nëse është miratu ky ligj, diskutoheshte që të vendohet edhe këtu të jepet 3 muaj, më duket, edhe për babain. Por që në moment që u diskutua ky ligj, unë të paktën në pjesën e shoqërisë apo në familje, kam dëgjuar që, okay, do t'i marrim këto 3 muaj për të punuar në privat, domethënë jo për të kujdesur për fëmijën përsëri. Pikërisht, po kjo është ajo ndryshimi i roleve, nuk mund t'i ndryshojmë në rolet aq që let. Unë shpesh herë them kur shkojnë nëpër supermarkete dhe shoh, domethënë, te lodrat e fëmijëve, dhe ti sheh lodrat e fëmijëve për vajzat të cilat janë kova për pastrim, janë një hekur për hekurosje, dhe ti shkon te këndi i meshkujve, i djemve, dhe ti sheh gjëra të tjera dhe prin start në role sikur po i ndajnë, prej fëmijërie sikur po rolet i ndajnë. Kjo është ajo. Shumë e vërtet, ose edhe me ato ngjyrat, bluja, rozja, që duhet patjetër të diktohet, të dihet se çfarë është. Në fakt ne ende kemi edhe familje të cilët ende gëzohen kur lind djalë dhe hidhrohen kur lind vajzë. Si e sheh ti këtë?
Po, si di... Prandaj nuk mendoj që jemi tek modernet, bashkë moderne, tek familjet moderne. Mendoj se ka fillu të ndryshojnë nga pak, gëzohen edhe për vajzë. Në qoftë se pyet një babin tim e thot jam shumë falenderuese që mi ka dhënë Zoti 2 vajzës, jam shumë i kënaqur, por që akoma me çdo kusht, me thënë kërkojnë një ideal, me thënë është ai trashëgimtar. Ajo, lidhet me trashëgimin, gjithçka. Ajo është. Sa ndikojnë edhe një prindërimi suksesshëm, le të themi, prindërit të cilët janë shumë të angazhuar për fëmijën, edhe tek zhvillimi i një fëmije, edhe tek suksesi i fëmijës, sa ndikon? Mendoj se është shumë pozitive, sepse në qoftë se për shembull e tham se faktori i parë është familja, ku socializohet fëmia, është shumë normale, do të thënë që edhe shoh shumë pozitive që prindrit e ri angazhohen me fëmijët e tyre, kanë edhe mundësi, do të thënë financiare që edhe të angazhohen faktikisht në ato, i dërgojnë do të thënë nëpër shkolla të ndryshme, nëpër kurse të ndryshme dhe veç të tjera, do të thënë japin një kontribut shumë të madh edhe nga vetja duke u ndihmuar në detyrat e shtëpisë, që mendoj se është pozitive. I duhet fëmijës ajo ndihmë deri në një farë moshe dhe pastaj do të thënë ai fillon dalgadal pavarësimi i tij nga prindrit. Sigurisht për bazën e merr pikërisht aty. Melinda, unë dua të ndalem pak edhe tek dhuna në familje, sepse është një temë që duhet të diskutohet shpesh, unë të paktën ashtu e mendoj, sepse tek ne është shumë e pranishme dhuna në familje, edhe pse pak raportohet. Si e sheh ti këtë pjesën e dhunës në familje që edhe pak raportohet, domethënë ende nuk kemi arritë edhe në atë nivelin që nuk ndim ta mbrojmë familjen edhe nga dhuna. Shif, dhuna në familje, unë do kisha parë me thënë si të kishna bërë shumë emisione të tjera për dhuna në familje. Megjithatë është prezente, kemi pas një temë bashkërisht më duket për dhuna në shkolla dhe për ECEKA se ajo fillon prej familje, bazën e ka prej aty. Nuk mundemi për shembull të themi se një fëmijë lind i dhunshëm, se do të jetë diçka absurde të themi ashtu. Bazën e ka pikërisht nga ato zënkat shumë të vogla të cilat janë brenda temi qiftit bashkëshortor, por që kujdesi maksimal nga ana e prindërve duhet jetë që edhe ato pak zënkat e vogla edhe ato ngritjet e zërit mos i bëjmë përpara fëmijëve. Nëse fëmia e merr atë si një kallëp, si një shablon se çfarë po ndodh edhe fillon që ta praktikojë. Në qoftë se ai larg asaj të shohë dhunë në familje, nuk presim nga ai fëmijë, domethënë që ai do të bëhet i zellshëm ose diçka e tillë. Domethënë pavarësisht ai do të ketë elemente të dhunës në të. Dhe ato elemente të dhunës, për shembull, në qoftë se shohim një fëmijë i cili është i trishtuar, i cili është i friksuar për gjërat nga më të voglat, duhet të dyshojmë se diçka nuk shkon, domethënë në atë familje dhe tek ai fëmijë. Shumë e vërtetë sepse lëm pasoja për gjithë jetën edhe për atë fëmijë. Çfarë mund të bëhet, duke qenë se po afrohemi edhe nga fundi në fakt të intervistës, çfarë mund të bëhet edhe për t'i dhënë pak zë më shumë kësaj punës së dhunës në familje, që edhe gratë të jenë edhe më të guximshme, sepse zakonisht, nuk them gjithmonë, por zakonisht gratë janë ato të cilat janë viktima ose prej dhunës në familje, edhe fëmijët në fakt, por që pak raportohet dhe kjo faktikisht tregon që nuk kemi familje të shëndetshme. Mendoj se në qoftë se gratë janë ato të cilat janë viktima të dhunës, janë ato të cilat duhet ta shprehin atë dhe ta lajmërojnë. Po edhe nëse e lajmërojnë, sa e kanë për krahjen, kjo është problemi, sa ato gra e kanë për krahjen në shtet, sa kemi në qendra, domethënë, ku ato të strehohen këto gratë e dhënuara, apo edhe të mbështeten, domethënë, nga ana e shtetit në formë, domethënë, financiare, sa dhënuesit dënohen këtu te na. Do të janë shumë pyetje ose shumë pikpyetje të cilat lënë shumë për të dëshiruar. Dhe në qoftë se për shembull ajo e lajmëron dhunën e cila ndodhet në familje, por që nuk e ka për krahjen e mendoj se është e kotë. Shumë e vërtet. Kjo është ajo që i ndalon në fakt. Kjo është një temë që mund të diskutohet shumë gjatë, pafundësisht, dhe unë e shpresoj që të kemi mundësinë edhe një herë tjetër pikërisht të fokusohemi tek kjo, sepse me të vërtetë është shumë shqetësuese, shohim çdo ditë numra ose njerëz të cilët vuajnë nga dhuna në familje, por që shumë pak raportojnë. Vetëm dua të cekë një diçka që sot në ditën botërore, domethënë, të familjes, organizata e Kombeve të Bashkuara pikërisht, domethënë, çdo vit ajo mban, me thënë, seminare të ndryshme për të i treguar pikërisht këto problematika të cilat neve i shfaqëm, dhe ishte në 2025, në nëntor, me thënë, të këtij viti, do të mbaheshte
seminari i dytë botëror, ku të gjitha këto rekomandime të cilat dalin nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, në këto raportime, ato me thënë të adresohen atje dhe të krijohen ligje të reja për mbrojtjen e familjes. Këto janë gjërat. Prandaj është dita botërore e familjes, që neve me thënë të shprehim këto pakënaqësi dhe që në një farë forme shteti të formojë ligje dhe të mbrohet familja. Sigurisht edhe që të gjenden zgjidhje edhe për këto çështje, për këto problematika. Melinda, faleminderit shumë sepse erdhëm në fund të intervistës. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë që ishe pjesë në studio, pikërisht në këtë ditë që është kaq e rëndësishme edhe për ta shënuar. Faleminderit edhe një herë.